Përshëndetje miq të nderuar kudo që jeni. Në gjeografinë shqiptare, në diasporë, Amerikë, Evropë, në Turqi, në vende aziatike, gjithandej ku jeni. Dhe ju dëshiroj shëndet, suksese në jetë, jetë të begatshme, rahati në familjet tuaja dhe qofshi në ruajtjen dhe kujdesin e Zotit. Pse po e boj këtë përshëndetje kaq të gjerë, për shkak se nga këto pjesë të botës, thuajse nga çdo shtet ku gjenden shqiptarë në botë, më vijnë selame, përshëndetje nëpërmes komenteve të ndryshme, sidomos nën këto video në kanalin tim në YouTube, i lexoj kritikat e juaja, sugjerimet, lavdatat, falenderimet, duat tuaja tek Allahu për shëndetin tim, për suksesin në punën time, ku edhe njëherë ju falenderoj nga zemra. Si që ju kam paralajmëruar, para 2-3 dite, nga sot ditë e hënë 27 tetor 2025, do të vazhdoj me ka 2 video në ditë. Të parën, aty midis orës 3 dhe 5 pas dreke, do të thënë 15-17, ndërsa të dytën, aty midis 19-20 deri ka ora 22 të mbrëmjes, si përgjigje ndaj kërkesës së një numri jo të vogël nga jo, që video të jenë më të shkurtëra, në mënyrë që ti përcjellni më lehtë. Opcionet janë video në gjatë, ju me shkurtue me lëshunat opcionin e shpejtësisë e leximit të videos, të ecjes së videos, është e drejtë e juaja. Videot mund t'i shiqoni në cilën do kohë që ju i përcjellni, juve ju përshtatet, por si paralajmërim, sikur të ishin video live, ta dini prej orës 3-5 mas dreka është video e parë dhe prej orës 7-8 deri ka ora 10 videoja e dytë. Ju falenderoj për mbështetjen, Zoti ju ruajt. Sot këto do të flas për një ngjarje shumë e rëndësishme, për një gjeografi bajagi larg trojeve shqiptare Evropës, por siç kam thënë, sot në këto dinamikat e tanishme, ngjarja e cila ndodh në një cep të botës shumë shpejt mund të ndikoj në cepin tjetër, respektivisht edhe tek ne. Tek e fundit edhe mos me ndiku ekonomikisht e politikisht e luftë e paqes sane, do të mundohem që njërin prej premtimeve që ju kam dhënë ta realizoj dal nga dal me izën e Zotit. Cili është ai që ta sjellim së bashku mbi tavolinë globin e tokës për të pasë çfarë është duke ndodhur atje. Sikur të disha unë, apo të më mbështeste dikush, që këto video t'i bëj edhe me lëvizjen e hartave, seneve, për me qenë më të qarta, por ja që nuk po arriti mësoj të gjitha, 24 orë pika dita, dhe tjetra, me gjithë që nuk janë ato mënyra më të sofistikuara të paraqitjes së videove, let mbetet këto videot e mia, ajo kristali i videove të mia, ai brumi, bereqeti i videove të mia, let mbetet në atë që thuhet dhe jo në dizajnet grafike, ato zbukurime me muzike, me fjale, me shkronja, me sene, kështu. Po vazhdoj une me këtë mënyrën klasike, derisa ndonjë ditë, inshallah, arriti bëj edhe pak më ndryshe. Sot do të flas për rajonin e Azisë Lindore, Juglindore, për një ngjarje atje e cila ndërthuret shumë ngusht në raportet e konfliktit Kin-Shëba, konflikt i cili, nëse nuk mund të quhet luftë frontale, është një luftë e papar deri më tani e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ndonjë fuqi tjetër në botë. As në kohën e Bashkimit Sovjetik, raportet nuk kanë qenë kaq të ashpërsuara sa tani SBA-ja me Kinën. Me Bashkimin Sovjetik ka qenë konkurenca për
shtrirje në për rajonet të ndryshme, për të përfitu nga rajonet e ndryshme. Nuk ka pas ndonjë krizë përveç kriza e Kubës në kohën e Hrushqovit dhe Kenedit, ku Hrushqovi, Bashkimi Sovjetik, i dërgon raketat bërthamore në teritorin e kësaj të Fidel Castro aty të Kubës dhe i kishte drejtuar projektila drejt Washingtonit dhe New Yorkët, falë zotit, ndërhyrja amerikane, insistimi amerikan e detyron Hrushqovin të tërhiqet nga aty. Pra, ky ka qenë një konflikt serioz midis Bashkimit Sovjetik dhe SHBA-ve. Bile në të shumtën e herave ndasit mes tyre dy superfuqive kanë shku disi duke u marrë vesh në tavolin mes vete. Ti mere Libin, unë Egjiptin, ti Sirien, unë Irakun, ti atje, unë Këndej. Vendet evropiane koloniale i hekun prej lojes, prej Afrikës, prej Azis juglindore atje, prej Amerikës Latine, pa të mbet Bashkimi Sovjetik dhe SHBA-ja dhe pa të ndarë botën. Megjithatë, tani, me Kinën puna është krejtësisht ndryshe, është shumë e rrezikshme. Ka indikacione se për shkak të rëndësisë dhe peshës ekonomike, në pyetja jeta e një superfuqie, në të ardhmen mund të ketë edhe acarime, konfliktesh edhe frontale, sidomos kur Tajvani është një pjatë e përgatitur nga SHBA-ja me shkëputje nga Kina, me pavarësinë e Tajvanit, vend cilin e kam vizituar disa herë dhe vend në të cilin kam pas miqësi me nivelet, miqësi më thënë familjare, po jemi edhe në për shtëpi tona me nivelet më të larta të Tajvanit, e ndërto edhe me kryeministrin e atëhershëm tajvanez, me ministrin e jashtëm, me zavendës ministrin e jashtme, drejtëresh e seksionit për Evropë juglindore pranë Ministrisë e Jashtme, më kanë vizitue shumë herë në shtëpinë time në Dubai, i kanë vizitue atje, vizita zyrtare dhe të ngjashme. Pra, Tajvani është një pjatë fluturuese që i sillet Kinës për rreth një vegël presioni Amerikan atje. Përse është fjala sot, miq të dashur këto? Nga dje edhe sot do të vazhdon deri nesër pas dreke samiti i ASEANit që përmbahet në Kuala Lumpur të Malezisë. Çfarë është ASEANi? Do ta shpjegoj sot. Dhe cila është kjo armë të cilën Donald Trump, SHBA-ja, është duke e përdorur fillimisht si çekiç mbi kokën e Pekinit zyrtar dhe si një krimb, ndoshta ke terminologjia kështu jo e hijashme, po si një gërryes që po mundohet nëpërmes tij Washingtonit ta gryej ekonominë e brendshme kineze. Paraprakisht, miq, para se të hyte kjo ASEANi, t'ju them se ai arkipelagu Malaj, që thash nuk po kam hartë, po e dini, Indokina atje, Amerikjo, Azia juglindore, që nga vitet 100 para erës sonë, para Krishtit, kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimet ndërkombëtare globale që nga ajo kohë, për shkak të një pozicioni qendror në kryqëzimin e rrugëve tregtare midis Oqeanit Indian dhe detit të Kinës jugore. Ajo pjesë, ai arkipelag Malaj, më keni dëgju mua disa herë kam përmend për shpjegimet e mia arkipelagu Malaj, edhe kur kam folë për kulturën, qytetënimin, civilizimin islam, çfarë roli kanë dhënë kombet e arkipelagut Malaj kulturës islame, por edhe në rrafshe të tjera. Pra, përgjatë gjithë historisë, ai rajon ka stimulue konflikte e marrëveshje të ndryshme ekonomike, ka stimuluar fluksin
e pandalshëm të ideve, të feve, kulturave, por edhe të luftrave të përgjakshme të njohura si më të mëdhat në histori. Historianët dhe ata të cilët e kanë lexuar këtë kapitull të historisë e din se çfarë është bërë atje, sidomos me kolonializimin nga francezët dhe britanikët të asaj pjese të botës. Bile janë do foto që qarkullojnë shpesh nëpër internet, ato grumbujt, kodrat e kockave të cilat të njerëzve në Filipine që i kanë shkaktuar ato vdekje masive atje. ASEAN-i pra është pjesë familje shtetesh e qëtij arkipelagu Malaj. Shtetet që i shihni sot në hartë të qasaj indekine janë në fakt rezultat i coptimit të dhimbshëm që e ka bë atë coptim kolonializmi evropian kur e ka pushtuar Azinë Juglindore. Tazom, Indokina franceze ndahet, që tani është Vietnami, Laosi dhe Kambodja e sotme, Burma britanike është quajtur, Myanmari, Malezia, Singapori dhe Brunei, pastaj India lindore holandeze, Indonezia e sotme, pastaj India lindore spanjole, Filipinet e sotme dhe disa koloni të tjera, pastaj Timori portugez, apo Timori lindor i tanishëm, Timori portugez, pjesë e Indonezisë dhe e detyruar që të lëshon prej asaj pjese. Një shumicë e Timorit janë për nga feja të krishter. Vetëm Tajlanda, miq, që më parë është quajtur Siami ose Siamita, nuk është formuar nga kolonizatorët e atëhershëm francez, angles, spanjoll, holandez. Tajlanda, në fakt, kjo Tajland që është parafërsisht sot, krijohet pas luftrave britaniko-franceze e sidomos pas humbjes së territoreve të mëdha në konfliktin franco-siamez, franco-tajlandez në vitin 1893 e më saktësisht në bazë të traktatit anglo-siamez të vitit 1909. Nën kolonializmin evropian, këtë ta mbani mend, kombet e Azisë Juglindore apo arkipelagu Malaj atje njihen për herë të parë me fetë dhe teknologjitë evropiane si dhe me alfabetin latin. Pra, kolonializmi evropian, përveç luftës ekonomike, pushtimit të atyre tokave, perandoria britanike që nuk i perandon dielli, francezët këndej, holandezët, spanjollët, e dini kam shpjegune, spanjollët Christopher Colombo, pastaj holandezët, kanali Hormuzit të Irani, pastaj të gjitha këto i kam përmend une në për videot e mia. Andaj ju them se videot e tona këto kanë ndërthurje kronologjike për me kuptu mirë që atë globin mbi tavolin do të përcillen vazhdimisht. Kjo është porosia jeme e pastaj ju vendosni. Pra, përveç këtyre gjanave, kolonializmi evropian e ka quajtur edhe fen e krishter atje, teknologjin, alfabetin latin, njëjtë siç kanë vepruar grupe ose misione pastore protestante amerikane që nga shekulli 19 në lindjen e mesme dhe ku e themelojnë Universitetin Amerikan të Bejrutit dhe Universitetin Amerikan të Kairos si dy institucione arsimore, fetare, por që synim kryesor e kishin promovimin e vlerave të fesë krishtere. Kemi thonë se bota është një arenë në të cilën ekipet konkurrente luftojnë, bojnë përpjekje, ballafaqohen mes vete dhe kjo është ndër gjërat më normale që mund të ndodhë në njerëzimin. Pas largimit të evropianëve tash, miq,
pas largimit të evropianëve nga kjo pjesë e botës, Japonia, miq, tenton ta krijon një perandori të madhe aziatike, perandoria japoneze. Japonezët janë të njohur në Azi me atë sensin perandorak, sikur britanikët në Evropë. Japonia u kon ajo që e ka kontrollua Azien për shekuj të tërë. Zoti i tyre edhe sot është dielli. Mos flas për Japonin. Sensi perandorak është në gjenin e japonezve, përkundër përpjekjeve të shteteve të tjera, të kombeve të tjera që kanë bo në i herë qap qup dishka janë munue. Që kjo perandori japoneze, Tokyo, mundohet me boqet perandori duke ushtri deri te Korea atje poshtë e Malezia, e Indonezia e Timori, por me gjithë që i arrin të ridiku hapin e humb pas luftës së dytë botnore. Dhe që ta dini, hedhja e bombave atomike mbi Hiroshima dhe Nagasaki s'ka pas të bëj vetëm me përfundimin e luftës dytë botnore, kur Italia, Gjermania u dorëzuan në nënshkruan traktatin e dorëzimit, mbeti vetëm Tokyo atje si aleatja e Gjermanisë naziste dhe Italisë fashiste. Nuk ka qenë sensi vetëm këto, por shumë më shumë ka qenë ajo tentativa apo përpjekja perëndimore për të ndalë hovin e krijimit, të zgjerimit, të fuqizimit të perandorisë japoneze në Azi. Dhe do të kishte shumë më vështirë pastaj bota tjetër këndej që të merret vesh me një perandori të fuqishme. Shumë më lehtë është që të merren vesh me shtete të vogla, të krijojnë probleme, të krijohen probleme me shteteve të vogla, nevoja për të madhin, që ashtu mahet kontrolla në botë. Për këtë arsye miq, ju të cilët i shihni këto shpjegime ka njerë me ton të çuditshëm. Ta dini, numri i madh i shteteve nuk është për lirinë e kombeve. Sa është? Haj kombe janë në botë, etnia kombe janë mbi 2000 e dishka, janë mbi 4000 gjuhë. Pa të le të bojnë 2000 shtete. Këto ndarje në shtete janë për kontrollimin më të lehtë të botës nga ata të cilët në për periudhat të ndryshme kanë qenë perandori dhe kanë vepruar me botën sipas interesave të tyre. Perandoria romake, pastaj Aleksandri, pastaj Bizantine, pastaj perandoria mongole, perandoria persiane, secila perandori e ka konfiguru botën në bazë të interesave të veta. Tash miq, te ajo shka e nisa në fillim. Unioni i kombeve i Azis juglindore me shkurtesën ASEAN, që është të i mbaj zhvillim, ato punimet dje sot edhe nesër. Do të flasë edhe për Trumpin, që ka ndodhi me Trumpin sot në mëngjes, bashkë sot. Ky union i kombeve të Azisë juglindore është një grupim rajonal i 11 shteteve të Azisë juglindore, i cili synon të promovoj bashkëpunimin ekonomik dhe të sigurisë të antarëve përbërës të ASEANit. Këto shtete antare përfaqësojnë një popullsi prej më shumë se 661 milion banor, me një sipërfaqe prej 4.5 milion kilometra katror, duke gjeneruar një produkt të brendshëm bruto, PBB, dhe paritet të fuqisë blerëse PPP ose PPP
në $12.1 trilion Amerikan, si pas statistikave të vitit 2022, flitet për diko mbi $15 trilion në vjet në vitin 2025. Kështu, me këto shifra, ASEAN-i, vendet antare themeluese të ASEAN-it, përbëjnë afërsisht 6.7 të PBB-s globale. Disa nga shtetet antare të ASEAN-it kanë ekonomin në rritjen më të shpejt në botë. Si tërsi, vendet e ASEAN-it konsiderohen ekonomia e pestë më e madhe në botë. Kur kam folë për vizitat e mia dhe pritje që më janë bërë në Taiwan, unë atëherë pa ta folë në video për 5 tigrat e Azis. Deri në vitin 2008, 2009, 2010, 2012, kanë qenë 5 tigra: Korea, Kina, Japonia, Taiwani dhe Indonezia, por tash me ASEAN punët janë krejtësisht ndryshe. Fuqia e 5 në botë tash është çuky ASEAN-i. Imagjinoni miq, 6.7 e fuqisë globale na për ku kalon? Hajde thuani. Kalon produktet e tyre, prodhimet e tyre na për detin e Koç, ku është Irani aty, te kanali i Suezit, te Babul Mandab, atje te kanali Hormuzit te Irani, më falni, deti i Koç, Kandej, te Babul Mandab te Jemeni, kalon një pjesë ka gjiri, po mënoj, kanali i Suezit, dhe natyrisht ka kanali që pritet të ndërtohet Ben Gurion, dhe për të cilën Izraeli veç i ka përgadit buxhetin $52 miliard. Përpjekje kjo për të qitë prej loje Egjiptin dhe kanalin e Suezit, i cili për Egjiptin është ma shumë se jeta. ASEAN-i ka raporte bashkëpunuse me organizmat më të njohur në botë, me Kombet e Bashkuara, një delegacion i ASEAN-it është pjesë e Kombeve të Bashkuara, me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangajit, me Aleancën e Paqësorit, me Këshillin e Bashkëpunimit të vendeve të Gjirit Persik, arabe të pasura me naftë, me Mercosurin, pastaj me komunitetet CELAC, quhen të shteteve të Amerikës Latine dhe të Karajibeve, dhe Organizatën e Bashkëpunimit Ekonomik Botnor. Suksesi kryesor është bërë, suksesi kryesor i saj është se është bërë forca lëvizëse e disa prej bloqeve më të mëdha tregtare në histori. Lufta te Irani aty, o miq të dashur, lufta te Irani, te lindja e mesme, te deti i Koç, te kanali aty te iranian, Hormuzi, vend cilin e kam vizituar me dhjetra herë, është luftë për ndërlidhjen e tregtive midis vendeve të Azisë, Evropës edhe Amerikës. Përpjekja gjigante e gatshme me djeg botën e Amerikës sot është që mallrat e ASEAN-it, ato shtete, ti ka në dorë dhe ti përgadit, ti furnizoj me armë në mënyrë që të jenë çekiç nga nalt dhe erozion, gërryrje nga brenda për ekonominë kineze. Vendet të cilat e themelojnë ASEAN-in janë Malezia, Filipinet, Tajlanda, Indonezia dhe Singapore, por më pastaj, meqenëse ky ASEAN krijohet për parandalimin e përhapjes së komunizmit në Indokinë, në arkipelagun e Malajit, më pastaj targeti dhe misioni i ASEAN-it ndryshon dhe shndrohet si një familje për interesa ekonomike një dhe të sigurisë së vendeve atje dhe sigurisë
globale. Kështu, në vitin 1995, Vietnami komunist pranohet në ASEAN, pastaj Laosi në vitin 1997, vendet komuniste, pastaj Kambodja gjys komuniste, Khmerët e Kuq, ju kujtohet, që kanë bo Khmerët e Kuq, pranohet aty në vitin 1999, Brunei para kësaj në vitin 1984 dhe Myanmari në vitin 1997, e që Myanmari pastaj bëhet shteti më problematik për ASEAnin. Ju kujtohet lufta e pamëshirshme, mos të me paparbre, mbi muslimanët Rohingya, kjo qeveria e Myanmarit që i vret me qindra minja, i vir, i prek kokat, gjaki me rjedhen, i fmive në synin e prindvre, mishi i fmive musliman shitet me kilogram të kasapi në Myanmar aty, dhe gjendja në Myanmar nga vitit 2017 e detyrojnë që të shtetet e ASEANit e detyrojnë e mbështesin edhe grushtetin e vitit 2021, ku junta ushtarake erzën atë kriminelen e Myanmarit që bile e patmarën Nobelin për paqë. Për Nobelin, se shka është e tek është që shluhet me ta, një video ka me bohe, që betohem ka me ju shokue. Qysh është kjo? 500 milion arab, vetëm 12 Nobelet e ritash, ndërsa 15 milion Izraelit i kanë marrën 150. 500 i ka marrë Amerika, Gjermania 170, si ndahet ajo do ta shpjegoj në të ardhmen. Donald Trump, 24 minuta u bohe, Donald Trump mbram ka mri në Kuala Lumpur, sot është takuar me lider të vendeve atje, ka fol me Enver Ibrahimin, kryeministrin e Malezis, dhe jav ka preje petkat. Trumpi. Ka mrije sot mëngjes, pas orës 3 të mesnatës, dhe ora 1 sot, 2 orë para se ta bëj qëtë video, largohet nga Malezia pa paralajmërim, pa sen, dhe po flitet se ka pas mosmarrëveshje të mëdha dhe kundërshtime të shtetet të ASEANit për të hyrë në luftë apo në ballafaqim fillimisht ekonomik me Kinën. Natyrisht kërkesa kryesore e shëbave e Trumpit është që në atë pjesë të botës të krijon tendosje dhe konflikte vetëm për ta parandaluar hovin edhe më të madh të Kinës, e sidomos tani kur ka dalë më mbi sipërfaqe, edhe neve këtu na ka dalë në rani me i spjegue elementet e ralla, arma kryesore me të cilën Kina do ta pushtoj, thëmë thojza, Amerikën do ta gjunjëzoj nëse arrin, dhe ato dy armë dyta tjera që i përmenda, me bujqësien visht e ka dërmu Amerikën, 24 milion familje kanë met pa puntash, pa pare, së më pimarin paret, që kanë shit vaj e soja edhe kalamoq miser. Nejse, meq, Trumpi i zhvillon takimet aty, miret vesh me Malezien, pasi që i kishte kërcënuar më parë me 100% e me 20%, me Malezien i fal do beneficione aty, i thet se ma shumë se 20% prej te tarifave nuk du, ndërsa në produkte të cilat janë të domosdoshme për Amerikën, i thët se nuk ka tarifa hiq. Cilat janë ato produkte? Natyrisht është goma, është kakao, goma, mi maru gumat e kerrit, ai materiali si quhet, gumat dhe disa kështu. Mirë po, ja kushtëzon Malezijes dhe në nënshkruan Enver Ibrahimi një investim brenda 3 vjete, $70 miliard për në Amerikë. Për ndryshe punt i keni palma, goma dhe kakaon. I ka pa tarifa hiq. Malezia, Tajlanda, Vietnami, gjithashtu kanë rënë dakord që të blejnë. Po kush i ka vetë? Veç që ka thonë Trumpi, ti që kash, edhe u krye sapa. Malezia, Tajlanda dhe Vietnami kanë rënë dakord, po thuhet aty, që të blejnë mbi $600 miliard armatim, avion,
dhe sene bujqësore prej Amerikës, por që edhe eksportet e tyre të këtyre 3 vendeve sefte me i vetë biznismenet tregun Amerikan. Nëse ka nevoj mirë, nëse s'ka nevoj, atëre me avdhanën të tjerve. Përveç kësaj, miq, është bë përpjekje që të ndalet lufta, që të arrijet një marrëveshje midis Kambogjës dhe Vietnamit, një luftë që nëse arrin të ndalë këtë Trump, po bohet e 8-ta me radhë, jo e 8-ta, po e 9-ta me radhë të luftrave të cilat i ka ndalë deri më tani Donald Trump. 7 përpara, lufta në Gaza 8-ta dhe kjo të Kambogjja tash e 9-ta. Në ndërkohë, miq, ban me javë thonë edhe këto, i kemi edhe 2 minuta, mos harroni se Trump edhe Xi Jinping 2 herë a jenë takua, kanë folë telefona, nuk pedije, po 2 herë kanë vu kontakte për ta gjetë një mënyrë si ti ulin gjakrat dhe si ti ulin armët për një bashkëpunim të ardhshëm që të mos të i kalohet situata dhe të shkohet në një luftë të hapur. Kërkesa e sotshme, ka shansa që Trump prej Malezis kur i kësët me shku dikon Korea, me një takim dikon me u takue me Xi Jinpingun, tani më Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke kërkuar me insistim në përmes delegacioneve, diplomatëve, njerëzve, ndërmjetësuesve nga Kina që të ulen dhe të mirën vesh për një marrëveshje afatgjate në lidhje me tarifat. Bile ka shenja se tarifat mujnë me u hekejt, në mënyrë që, sikur me Bashkimin Sovjetik, tani më Kina, Shëbaja me Kinën të ndajnë botën dhe aty ku mbetet diçka për Rusinë e tanishme dhe natyrisht bota islame, Ballkani, Kavkazi, Azia Qendrore të jenë vazhdimisht në ndikimin dhe në dirigjivat e interesave të botës turke të madhe. Në videon e ardhshme, miq, do të shpjegoj diçka shumë interesant, ju bona me dija, dërsa në videon e tretë, sa unë të s'ma mërmenja që muj me arrit, nesër sigurisht do t'ju flas për një tragedi që është të ndodhë me kombin turk. Jenë pri shumë keq me Azerbejxhanin. Aq keq sa kjo kongresi i gjithë botnor i cionistëve do të mbahet në Baku mas 5-6 dite dhe që ndërlidhe diçka edhe me Ballkanin edhe me këtë geografin ton, diçka shumë e rëndësishme. Që 3 dit inteligjenca, akademikët, njerëzit me ndikim në Turqi janë në këmbë duke e lutur Alijevin që ta ndalë këtë havë antibot turke mos t'i bje në prahën Izraelit dhe sionizmit të botës. Deri atëherë, ditën e mirë.